Mirë se vini në episodin e ri të podcastit tonë Thuaj diçka, reci neshto. I ftuari ynë për sot është albanologu nga Serbia, Tomislav Perushić. Mirë se vjen, Tomislav. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit që ke pranuar ftesën tonë. Kështu, fillimisht kishim fillu me pyetjen e parë. Unë të prezantova si albanologu nga Serbia. A mundesh më na tregu pak për veten tënde, kush është Tomislavi edhe prej nga ka lind dashuria jote për gjuhën shqipe? Jam lind në Subotic, që është ma në veri prej Beogradit, në kufi me Hungarin. Kom studiu gjuhën shqipe në Beograd, në katedrën e albanologjisë, kështu që po jam albanolog, edhe në kohën tem të lirë merrna me albanologji, me çështje të albanologjisë. Me diplom jam profesor i gjuhës dhe letërsisë. Shqipe do më thonë, po unë për shembull privatisht japi edhe mësimet e gjuhës serbe, mësimet e gjuhës shqipe, jetoj në Prishtinë, punoj si përkthyes, përkthej shqip-serbisht, mas shumti, edhe masterin e kom bo në Tiranë, gjuhësin historike, do më thonë, tamam albanologjin. Kështu, ky është Tomislavi. Pse bash gjuhën shqipe? Çka e bën të veçantë gjuhën shqipe? Pse ke vendosur që me studiu? Për disa arsye, nuk është vetë gjuha që u kon arsyeja. Në fakt, unë gjuhën e kom pas si mjet komunikimi, edhe kom dasht përmes gjuhës me njoft popullin shqiptar. Pse bash popullin shqiptar, se janë popull fëqinj, kanë bashketu me neve me shekuj, edhe ma shumë, me mira vjet, po problemi është që na i kena prish punt, i kena prish marrëdhëniet me sveti para 150 vjet, nashta, ose para 200 vjete. Edhe kom dash me ditë pse, kom dash me hunjumtu këtë pjesë, po masi s'ka pas shumë shkrime, sidomos jo serbisht, po edhe anglisht nuk ka pas mjaftueshëm shkrime ose libra për historinë e popullit shqiptar. Unë kom dash me lexu edhe historinë shqiptare në gjuhën shqipe. Mu informu, do më thonë, edhe prej anës tjetër. Historinë e kom pas pasion gjithë, po është edhe gjuhë të huja, kështu që kom menu me mësu edhe një gjuhë tjetër, edhe sidomos gjuhën shqipe, s'duhet mu kon e vështirë, po edhe nëse është kom marrë si sfidë ndaj vetës. Atë ka ardhur vështirë me mësu gjuhën shqipe? Po kon shumë vështirë në fillim, se unë mas pari jam mundu me mësu vetë në internet, po në atë kohë s'ka pas shumë burime për gjuhën shqipe, as sot s'ka mjaftueshëm, sidomos jo për dialektin geg. Po mandej, kur e kom regjistru në universitet, atje ka ecë ma lehtë, mirë po gjithë ka mungu kontakti personal me shqiptarë ose shqipfolës, që unë rrethin tem atje s'kam pas shumë, edhe thjesht mas një kohë kom vendos me shku me vizitu Kosovën edhe Shqipnin, po Kosovën ma përpara, edhe visha gjdo muj ose gjdo 2 muj, edhe risha, po ashtu ka do javë ose 1 muj, kom kriju shumë kontakte, jam bo shok me shumë njerëz, edhe kështu kom mësu edhe dialektin geg. Kurse dialektin tosk ose gjuhën standarde, e kena mësu në fakultet. Cilën e preferon ma shumë, dialektin geg a tosk? Nëse i kini atë preferu. Kështu objektivisht besoj që është me ma shumë rëndësi me mësu dialektin geg. Se është ma i përhapun në Ballkan, edhe shqiptarët e Kosovës e folin. Edhe kjo është diçka që na e kena na shkollu Kosovën në shumë aspekte, në shumë
shumë segmente të jetës, po edhe nëse më pyet subjektivisht dialekti geg më pëlqen. Nuk është që tash diçka më pëlqen, po e foli ma shumë, edhe njerëzit me të cilët të ri ma shumë ti e folin, edhe për mu është shumë po e kam diqysh të dashtën dialektin geg, sidomos gegnishtën e Kosovës, të folmen e Kosovës. Kështu që kur e ni këtë dialekt, me njëherë nina edhe ma rahat, po menoj si të shpia, se kështu më kanë pranu këtu në Kosovë. Dashta me dalë të qa jo pytja, a i ndi ta mon kështu ti mirë se ardhur në Kosovë, që shtë ka prit shoqëria këto? Më kanë prit jashtëzakonisht mirë, kom bujt në për shpia të shokve, të shoqeve, kom vizitu shumë vende në Kosovë, shumë qytete, fshatra. As njëherë s'kom pas as një problem, kur farë problemi. Nuk ka pas rase që e ndi do njeri diskriminuar ose jo i mirë këpritur? Jo, për derisa ti tregon respekt ndaj tjetrit, sidomos ndaj shqiptarit, edhe shqiptari ka me tregu respekt. Kjo është diqysh shqiptarit kanë shumë respekt ndaj të hujve, sidomos. Janë mikë pritës, nashta lidhet kjo edhe me histori, me do ligjet, ato ligje popullore që që e kanë shpia është e Zotit edhe e mikut, po kjo besoj që ka met, edhe për me japin rëndësi mysafirve kur vinë në shtëpi. Tash etniciteti jem ose prejardha jeme veç ka mujt me shkaktu ose me nxit këtë temën e luftës për shembull, edhe temën e politikës, po unë jam kohën i gatshëm për këto, bile mu gjithë më ka interesu. Një prej arsyeve kryesore pse kam studiu në Shqipe është me mësu të vërtetën, me zbulu qa ka ndodhë këtu, në këto edhe gjatë luftës, po edhe në këto 30 vjetë fundit, po edhe ma gjatë, do më thonë ma gjatë në histori, kush janë shqiptarët, pri kanë ardhë, ose a kanë ardhë heq, a janë konë këtu, kam dash me zbulu se na kena shumë mite, ose bindje të gabume që na u shitke gjatë dekadave, gjatë shekujve. Është propagandë anti-shqiptare që ekziston që thash 140 vjetë, nashta. Edhe thjesht në konë rrethanat e asaj kohe, shekullit 19, tani dëbimi i pushtetit Osman prej Ballkanit, e këtu kanë ndodhur shumë sene të këqija, ku edhe mes veti jena hinë konflikt me njëri tjetrin. Edhe prej asaj kohe në Serbi ekziston kjo propagandë, të cilës unë kur si kom besu, mirë po kom dash me jesë jam kon indiferent, do më thonë kom dash me di qka është, edhe nëse propaganda ka thonë kështu është, unë me një herë vetë me veti kom pas bindje të kundërt, po mu ka dash edhe me dëshmu këto, me zbulu, a është ashtu, a është pak. Qysh është historia, qfare është të na ekziston një frik me ardhë në Kosovë, edhe unë atë frikën se kom pas, se thash nëse kështu besojnë, ashtu qysh mundemi me lexu nashta në libra tona, ose në lajme sidomos, në media, që është e rrezikshme me ardhë në Kosovë, unë thash absolutisht besoj që sa është e rrezikshme, po shkoj vetë me pa.
A më ndojnë që fakti që e dëshë gjuhën shqipe e ka bu ma të lehtë rrugtimin tënd në Kosovë dhe adaptimin me shoqërinë edhe kulturën kosovare shqiptare? E ka bo ma të lehtë se për mu kështu personalisht është kogja pa lidhje na me sveti me fol anglisht. Po. Kjo është e para. Unë e di që ka shqiptarë që janë mosh, pak më manë mosh, se di mbi 50 vjetë nashta, që dinë sërbisht, se e kanë mësu në shkollë, ose kanë shku në ushtri, gjatë Jugoslavisë, edhe mu në fillim më folshin sërbisht, njerëzit që dishin, po mu më vike mare, se pse këta e di në gjuhën tem, po unë se di gjuhën e tyne, a ndërkohë di nja 5-6 gjuhë me folë. Edhe thash, unë definitivisht duna me mësu, edhe gjithë është një gjest tjetër, ose gjest, po definitivisht një gjest pozitiv, kur ti tregon që din diçka për tjetrin, ose adin nashta gjuhën ja din, ose diçka për historinë e tij, për kulturën, po krijohet një marrëdhënie ma e afërt, edhe mu po më pëlqen për shembull kur njerëzit din diçka për vendin tem, ose për gjuhën tem, po kjo për mu nuk u kon e domosdoshme, unë s'kam prit kërkush me më folë sërbisht, se unë edhe kur më folshin sërbisht, unë me njerë shqip. E që është reagimi njerëzë kur ti u folë në gjuhën shqipe, dhe njerëzë që e marim vesh që je prej Sërbisë, edhe po e folë gjuhën shqipe ka që bukur, cili është reagimi tyne? Se përgëzime për shqipën është... Faleminderit shumë. Po habiten shumë, pak nuk e kanë qartë me liherë normal, se po jam Sërbi, po s'jam i Kosovës, jam i Sërbisë, po s'jam i Beograd, jam i Suboticës. Tani ata që din ma shumë për Suboticën se Vojvodinën, din që atje ka shumë pakica, shumë komunitete të ndryshme etnike. Unë faktikisht jam edhe me prejardhje hungareze, kroate, sërbe po ashtu, jam rritë në Sërbi, jam shkollu atje, kështu që përvoja jeme është si e çdo qytetari tjetër në Sërbi. Po ju vjen mirë, kërkush s'ka thonë kur gjë të keqe. Krejt më kanë livdu që foli gjuhën shqipe, më kanë përgëzue që shë bon edhe ti. Mu më vjen mirë për këto, po njëkohësisht është edhe për me ardhë keq, pse jam unë i vetmi ose ndër të pakt që e din që kanë mësu gjuhën shqipe, sidomos të folmen e Kosovës, që ju ka afru shqiptarëve të Kosovës qatë shumë, atjerët se bojnë ose, ka kushtutet. Nuk është e lehtë me studiu gjuhën shqipe në Sërbi. Qëtu do është edhe unë me të pyqë cili ka qenë reagimi i familjes tonë dhe rrethit të në shoqënis në Sërbi, kur ju ke tregu që po donë me studiu gjuhën shqipe? Familja më ka përkrah. Familja s'ka thonë kur gjë kundër. Ma pak janë tut që nashta kërkush s'ka me më punësu me gjuhën shqipe, çka ka me punu, çka muj me pas unë me gjuhën shqipe, jo veç në Sërbi, po edhe në botë. Mirë po kjo edhe u kon mungesa e informatave të mjaftueshme, kjo që në Sërbi është shumë e zakonshme, na ose kena mungesë të informatave, ose kena dezinformata.
edhe familja kështu ka thonë, menoj mirë, ti e din, po tani në fund kur e kom regjistru, thash, okej, që gjuhën shqipe kom marrë si gjuhë të parë, këshyrim gjuhën e dytë që ka kom e marrë, se ki gjithë edhe një gjuhë tjetër që dush me studiu. Edhe e kanë pranu, familja jem s'ka, dhe as ka pas paragjykime kur, ndaj një populli ose ndaj një gjuhë ose kulture, rrethonat janë diçka që nashta i kanë tut pak, se paragjykime që ti merr tani, mandi në fakultet prej shoqënisë, që edhe ka ndodhë, po unë në asnjë moment si kom leju kërkujt me më folë, me më nënçmu pse unë studioj gjuhën shqipe. Po rrethi ngushtë njëjtë, s'ka marrë komente negative. Mirë po rrethi i gjon, shoqënia, njerëz në rrugë, njerëz në bank, në pazar, kudo, kur ju thosha studioj gjuhën shqipe, kanë pas reagime pa lidhje, kanë pas, jo që më kanë sha, najsen, po kom mujt me pa që aty në sy vjen mirë, edhe pse nuk është puna e ty në heq, s'kanë kur gjë me mu, po kanë këto frustrime. E marrin të drejtën e fjallës, dise ashtu. Bazum përvojat e tua që i ki, a mendon a ka interesim të këtë rinjët në Serbi, në Beograd, për mësimin e gjuhës shqipe? Kjo tash varet edhe prej politikës. Shpesh varet. Për shembull, kur e kom regjistrune, 2015-ën, 15-16 diqysh u kon ky far dialogi që po zhvillohet në nivelin politik, ka pas ose ka jep do premtime, u kon premtus pak deri dikun. Edhe pse s'ka ecë që duhet, mirë po tani mas një kohë kena pas edhe pezullime ose ndërprerje të dialogut, ose tensione të ndryshme në rajon. Kjo gjithë ka ndiku. Unë kur e kom regjistru, jena kon një numër rekord në 30 vjetë fundit që e kanë regjistru gjuhën shqipe. Pikërisht për shkak kësaj. U kon ky dialog, diçka ka ndodhë, ma shumë kanë raportu nashta për jetën kënej anej. Festivali Mirdita adin, që u kon shumë, edhe halo është festivali madh, shumë njerëz janë interesu me shku, mirë po tani adin tensione, tani ato protesta kundër festivalit, krej këto sene tani i friksojnë njerëzit, edhe ata nuk guxojnë bash as me studiu se dihet paka shumë kur studion gjuhën shqipe. Dihet e tani ti je në vëzhgim, çka po bën ti, adin nuk je veç një student, mo? Ti pe studion gjuhën e armikut, ose gjuhën e anës tjetër që duhet me pas kujdes tash edhe secila anë po menoj tu e majt qëndrimin e vet, tu mos ecë kërka. Në këtë aspekt unë definitivisht jam shumë kritikus ndaj shtetit sërb, ndaj regjimit, edhe regjimit sotëm edhe të ma parshëm, edhe thjesht varet prej tyne. Unë besoj që kjo është influenca politike edhe në raport. Edhe kisha dash me thonë që ka njerëz që interesohen për gjuhën shqipe, ka studenta,
Mirë po që këto janë arsyet pse nuk e studiojnë, Po. ose pse kur e studiojnë nuk vinë në Kosovë. Në Kosovë ka mas shumë ti punë me për shembull me përkthime shqip-serbisht, Që shukon për kushtin ty ose diçka tranzicioni tjetër. mes jetës tash jetu në Në Prishtinë. Prishtinë, po. Qysh ka qenë faza tranzicioni për jetës në Serbi, në Kosovë, Beograd, Prishtinë? Për mu nuk u kon ndryshimi i madh, Po. se unë prej Beogradit kom shku mas pari në Tiranë, po për shkak të pandemisë jam kthy në Suboticë, e tani prej Suboticës kom vendos me shku direkt në Prishtinë. Mirë po unë kom jetu edhe në vende tjera në botë, kom vizitu shumë vende. Për kuriozitet, sa gjuhë i ditë e krejt? Po tash gjuhë që i përdori përditshëm janë serbisht, shqip, anglisht. Për këtyne shqip mas shumë ti mas jetojnë në Prishtinë, Kosovë, edhe po tani di hungarisht, di me komuniku, po jo në këtë nivel, se kjo është nivel ma profesional. Hungarisht, spanjisht muj me kuptu shumë, edhe me fol ka pak, po e kom haru tash, edhe frangjisht e njëjtë. Italisht kom studiu 2 vjet në fakultet, kështu që edhe italisht kuptoj. Mungon komunikimi veç. Gjermanisht ka pak diçka bazike, kështu që muj me komuniku në këto gjuhë pak a shumë, adin nivellet të ndryshme. Super. Tash jena ka fundi i podcastit, kisha dashur edhe një mesazh prej teje për të rinjët në Kosovë dhe në Serbi, cili kish me qenë mesazhet për të rinjt? Tritë e Kosovës, trive të Kosovës ju ka bo edhe vazhdon me ja u bo padrejtësi e madhe, me mos liberalizimin e vizave, për shembull. Unë vjen keq kur thom që ku kam jetu edhe ku kam shtit në përbot, kur shumë njerëz këtu shumica s'kan dalë prej Kosovës, ose veç në këto shtete përreth. Besoj që vjen koha edhe ata me dalë, me pa botën, shumë normale është me ndash me lëshu vendin. Mirë po, prej përvojës tem unë kom mësu që s'ka lidhje ku jeton, me rëndësi është veç ti muni rahat, edhe nëse diçka nuk shkon mirë në vendin ku jeton, kjo mundet me ndodhe edhe në vend tjetër, diçka që nuk të pëlqen, apet ti duhesh me luftu për drejtën tonde, ose për kushte normale. Edhe shumë po më pëlqen që shumë tri në Kosovë edhe merren me çështje shoqënore, çështje politike, po dojnë ndryshim, ka shumë energji Kosova, kështu që se cili e din, po unë mendoj që tritë e Kosovës e dojnë Kosovën shumë, janë zhgënjy veç, me çka ka ndodhur këtu. Po mos me hub shpresë, çdo send, çdo send fillon, çdo ndryshim fillon prej teje, prej meje, është diçka mas pari, diçka personale. Tani kjo përhapet. Shpresoj që kanë me shiu jetën ashtu që e kom shiune. A për tritë e Serbisë, ka njëherë s'di çka me thonë, jam të munu me jau tregu qysh është jeta në Kosovë, çfarë janë shqiptarët, çka ka ndodhë këtu, se s'ka ndodhë ashtu qysh ju folin atje në Serbi. Shpresoj që pak, besoj të gjeneratat e reja, mas shumë ti edhe që kanë mu hap ma shumë, ndaj tjetrit, në këtë rast ndaj shqiptarve, mu hap edhe me pas ma shumë empati, ndaj tjetrit mingu tregimet e tyne, sidomos luftës, kjo është e pashmangshme këtu në Kosovë, se këtu shumica e kanë përjetu luftën,
në mënyra të tmerrshme, a në Serbi s'është e njëjtë, s'ukon e njëjtë. Kështu që duhen me kuptu këto, duhen me kuptu sërbët që janë shumë sidomos në Serbi, që janë shumë atë privilegjum se shqiptarët e Kosovës në Evropë. Shqiptarët e Kosovës ma të izolum, ose qytetarët e Kosovës, pavarësisht etnicitetit, janë ma të izolum, veç pak empati lypi prej trive sërbë. Faleminderit shumë, keni knaci të vore madhe, jam me zhvillu këtë bisedë me ty. Faleminderit e njerë që ju përgjigje pozitivisht ftesës tonë. Kjo ke e të rasaj përket bisedës time me Tomislavin, deri në episodin e ardhshëm, që jemi prapë.